Gjinde për momentin të kulla e sahatit, apo shkupjan që shenjohin sahat kulla. Është hera e parë që ngjitem këtu nalt, edhe çka me po? Ballafaqohesh me një pamje fantastike. E këtë pamje dashta me nda me juve, kështu që para iftarit shijojeni këtë pamje. Do informacione të shkurta rreth kullës, pra, këtë kullë, nëse shohmi me kat, ose nëse e matmi me kat, është përafërsisht 6 kat e madhe. Kulla e sahatit është ndërtuar në vitin 1566. Ajo që e bën më interesant këtë kullë është se përflitet që kjo kullë është kulla e parë në tërë Evropën. Nureddin, a e din që kulla i ka 105 shkallë? Jo, vallaj, s'e di. Tash e din. Kurse më shumë informacione do mundeni të gjeni kur ta publikojmë videon e plot. Deri atëherë kalofshit mirë.